Sensor të dyshuar rus të cilët besohen të jenë instaluar nga Moska për të spionuar në ndecet bërthamore britanike janë zbuluar në detin përreth Mbretërisë së Bashkuar, sipas një investigimi të publikuar nga gazeta The Sunday Times. Disa nga këta sensor u zbuluan në vijën mbretërore, ndërsa të tjerë u lokalizuan nga Marina Mbretërore. Zyrtarët ushtarak dhe të inteligjencës besojnë se këta sensor janë instaluar për të mbledhur informacion mbi 4 në ndecet bërthamore të ushtrisë britanike. Një zyrtar ushtarak, duke folur në mënyrë anonime, tha se konflikti në Atlantik është një lojë e madhe spionazhi që ka vazhduar nga fundi i luftës së ftohtë dhe po intensifikohet. Gjatë investigimit The Sunday Times pretendon se ka zbuluar dron rus afër kabllove të komunikimit në New York dhe se jatet të cilat mund t'i përkisnin oligarkëve rus mund të jenë përdorur për operacione zbulimi në New York. Megjithatë, Ministria Britanike e Mbrojtjes e ka cilësuar këtë informacion si spekulim. Ata theksuan se forcat e mbrojtjes bërthamore britanike kanë operuar për më shumë se 56 vjet pa u zbuluar. Sekretari i Mbrojtjes John Haley paralajmëroi më pas presidentin rus Vladimir Putin se Mbretëria e Bashkuar nuk do të hezitojë për të ndërmarrë veprimet për mbrojtjen e saj.